Partia Demokratike e Kosovës kërkon zgjedhje të reja urgjentisht. Skena politike në vend po nxehet seriozisht. Kryesia e Partisë Demokratike kanë organizuar një mbledhje të rëndësishme, ku janë artikuluar kritika të forta ndaj qeverisë aktuale, duke cilësuar këtë situatë si krizë të thellë politike dhe ekonomike. Sipas PDK-s, vendi po përballet me pasoja direkte, siç e quajnë ata, papërgjegjësi e shumicës parlamentare, duke cilësuar këtë gjendje të paqëndrueshme dhe të dëmshme për funksionimin e shtetit. Mesazhi kryesor ishte i prerë, zgjedhjet e reja janë të pashmangshme. Kryesia theksoi se vetëm kthimi tek qytetari përmes votës mund të nxjerrë vendin nga kriza, duke krijuar institucione me legitimitet të plotë, të afta për të marrë vendime të mëdha dhe për t'i dhënë drejtim të qartë politik Kosovës. Në qendër të këtij qëndrimi ishte kryetari i PDK-s Bedri Hamza, i cili deklaroi se partia është në një proces të thellë riorganizimi me qëllim që të kthehet si alternativë serioze për qeverisje. PDK-ja po riorganizohet për të qenë më afër qytetarëve dhe për të ndërtuar një ofertë të qartë politike që garanton stabilitet dhe zhvillim, theksoi Hamza. Por kritikat nuk u ndalen vetëm tek politika. PDK-ja ngriti alarm për gjendjen ekonomike në vend, duke akuzuar qeverinë për dështimin e adresimit të problemeve reale tek qytetarët. Sipas tyre, rritja e çmimeve, pasiguria ekonomike dhe mungesa politikave konkrete po e bën jetën e qytetarëve më të vështirë. Në këtë kontekst, partia ritheksoi përkushtimin për të sjellë stabilitet institucional, zhvillim ekonomik dhe mirëqenie tek qytetarët, duke premtuar për të sjellë një qasje të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse në qeverisje. Mesazhi final i kësaj mbledhje ishte i qartë. Kosova ndodhet në një moment kritik dhe sipas PDK-s, zgjedhjet nuk mund të shtyhen më. A do të shkojë vendi në zgjedhje të reja apo do të ketë ndryshim të madh politik në horizont? Çfarë mendoni ju?